pse njerëzit duan të dinë kaq shumë për jetën tënde personale Egli Tako? Nuk e di. Duhet i pyesim. Nuk e di, mendoj që fakti, shiko, Big Brother është format shumë i fortë dhe ka një vëmendje të jashtëzakonshme. Këtë duhet ta pranojmë. Edhe mendoj që fakti që u mësuan duke qenë pjesë e 24 shtatës time për 4 muaj me radh, ndoshta nuk po e kuptojnë dot këtë shkëputje nga eksakt. Pra nuk po e kuptojnë dot që ajo si të ta them, nëse deri dje e ke patur këtë avantazhin, pra për ta patur këtë person 24/7 përpara syve, për ta parë në të gjithë momentet e veta, për të ky person është i zhveshur totalisht, nuk ka jetë personale, nuk ka jetë private. Në momentin që ky format mbaron, ti tani je në jetën tënde të përditshme, si çdo njeri tjetër. Më kupton? Edhe mendoj që nuk është shumë e vështirë ta bëjnë këtë diferencë. Të dallimin të kanë bërë, të kanë bërë të lidhur me miqtë e tu të fëmijërisë? Më kanë bërë të lidhur me e kam thënë vetëm me timat akoma nuk më ka dalë kështu. Po, me qenë se po dëgjojnë si ke gjendjen sentimentale, si është gjendja sentimentale? Dhe një nga pyetjet e publikut është, a je e hapur për një marrëdhënie të re? Di që jam shumë mirë me veten time. Dhe në momentin që je shumë mirë me veten, gjërat bukura vijnë. Kështu që un jam e hapur për çdo gjë që Zoti e ka bërë risk për mua. Jam pak me këtë mentalitetin që gjërat janë të shkruara edhe ndonjëherë kur i kërkon është edhe më keq, po un thjesht po jetoj jetën time shumë e lumtur, shumë e falënderuese ndaj Zotit edhe ndaj çdo kujt që jam kaq e përmbushur sa jam sot. Pra për momentin fokusi është muzika dhe televizioni, karriera pra, ndaj vetes, po. Tani jemi tek pyetjet e publikut Lej. Kanë zgjedhur vetëm 3 në fakt, por ishin shumë. Si ke zgjedhur, nuk e di, domethënë me kaq shumë pyetje. Tani që të jem sinqert, Egli besoj ti, po dhe gjithë publiku e di se cila ishte pyetja më e shpesht që më është bërë, për të cilën është një temë për cilën e sigurisht nuk do flasim. Por kam përzgjedhur pyetje, njëra ishte pikërisht ajo që sapo të bëra, je hapur për një lidhje të re, është Honsei që e ka shkruar, se më than, këto do ta lexoj siç e ka shkruar. Okej. Jonida mi shejtane. Linda quhet vajza, mi spece. Pyetjet tona jo ç'a do qefi ty për Queenin. Kënga e radhës është solo apo bashkëpunim dhe kur vjen Egli? Me shumë gjasa kënga e radhës është solo. Edhe jemi duke punuar. Nuk mund të them se kur vjen, se as unë nuk kam një datë të përcaktuar, po punohet mbi të. Është në proces, po. Një tjetër pyetje, këtë do ta bëj në fund sepse është pyetja në fakt që Ervin Kurti bën shumë shpesh në intervistat e tij dhe ne që i përkasim gazetarisë e kemi cilësuar si pyetja e Ervinit. Kështu që janë shumë që e kanë kërkuar këtë gjë. Disa muaj nga përfundimi i Bigut, cili është mësimi më i mirë që nxorre nga ky format? Me thënë të drejtën, mësimi më i mirë është edhe një psalm që perifrazohet edhe në Bibël, që çdo vështirësi që të ndodh është një fazë ndërtimi për atë që ti po bëhesh. Edhe unë mendoj që pikërisht ky është mësimi më i mirë që kam marrë. Mendoj që nëse gjërat nuk do kishin shkuar ashtu si kanë shkuar dhe nëse unë nuk do kisha qenë Egli që jam, po dikush tjetër, nuk do kisha këto bekime që kam sot në jetën time. Dhe mi numëro pak bekimet në jetë? Lidhja me Zotin është e para. E dyta është familja pa diskutim. E treta është fakti që e di se sa më ka bekuar Zoti me shumë dhunti brenda vetes time, ndjej veten të aftë si person, si njeri, dhe pa diskutim që ndër bekimet më të mëdha që kam kohët e fundit është edhe kjo familja ime e dytë virtuale, më së shumti domethënë, se pak prej tyre më ka rastisur që të takoj, është një ndër bekimet më të mëdha dashuria që marr prej tyre. Dhe pikërisht Egli fan është mesazhi për të numëruar bekimet që ke në jetë, ndërsa mesazhi i mëparshëm vinte nga Elona, më duhet t'i them sepse nuk dua të mendoni që unë i kam sajuar sepse ma kërkuat që Queenit, jo pyetjet sipas shefit tim.